A presni që ai do të kthehet? Gjithsesi, edhe I pafajshëm, gjithsesi, çdo aspekt. Ato do që kishë ndryshuar në pamje, to... Po që 5 vite janë shumë, e 5 vite robëri është e tepërt. Pa asnjë arsye, pa asnjë shkas, vetëm që mundën më na bën këto këtë padrejtësi popullit tonë. A keni qenë këtu, apo e keni marrë vesh? Jo, kam dëgjuar më vonë dhe kam parë. Jo, mundësi me bisedu, jo vetëm me pasit gjithë tjerë. Qysh, keni ditë ma herët që kam ardhë? Jo, nuk e kam ditë ma herët, kam dëgju që vjen edhe kam ardhë. Kur keni dëgju? Lajme e keni dëgju apo ma herët? Jo, kam dëgju për njerëzve. Qysh është gjendja, nëse më në pyte etatit? Nuk është gjendje më, është gjendje ronë. Kjo mundu të më kojnë edhe një prej arsye dhe pse tash ja pranun kërkesën e tij. Po e vërtet. A keni qëllu këtu, a keni marrë vesh në vonë që ka marrë presidenti këtu? Sa po mora vesh nga lajmet që presidenti tha që do jetë këtu, me njëherë kam marrë rrugën dhe kam ardhur. Çu ndjeve kur e pa ish presidentin? Presidentin tha që është ndjenjë jashtëzakonshme gjithmonë kur e sheh, kur e nin të fol dhe në veçanti për gjithë ato që ka bërë për vendin. A të kishë marrë malli për të? Nuk kishte marrë malli. Unë jam një nga ata që vizitoj zotin Thaçi, Kadri Veselin, të dhe të tjerët në Hag, vazhdimisht shkoj marrkesë edhe në gjyqin e tyre, sepse besojnë që duhet bëjmë, kjo është më e vogël se ne mund të bëjmë, duhet të bëjmë shumë më shumë për ata. Ata nuk duhet të jenë atje. Ata duhet të jenë këtu. Ata do të jenë këtu. Dhe me shpirt dhe me zemër atëherë me neve. Çu ndjeve kur e pa kur u largu nga kjo obor? Por nuk duhet të largohej. Gjyqësia do të bëj punën e saj, do të bëj punën e saj. Ata do të thehen fitimtar, do të thehen slimtar, ashtu siç e kanë bërë historinë, ashtu siç e kanë bërë punën dhe ashtu siç e kanë bërë historinë. A besoni se këtë vit do të kthehen? Jam shumë I bindur që këtë vit do të kthehen shumë shpejt. Ata e meritojnë të kthehen këtu dhe nuk ka asgjë në asnjë nga këto akuzat e tyre.